Blogerja dhe influencerja e njohur, Armina Mevlani, ka bërë një rrëfim të ndjeshëm në emisionin Goca dhe Gra, ku foli për herë të parë mbi betejën e saj me PCOS, një çrregullim hormonal që prek miliona gra në mbar botën. Ajo tha se për shkak të këtij problemi ka menduar madje edhe ngrirjen e vezëve, për shkak të vështirësive me fertilitetin. Por nuk mungoi edhe reagimi i saj ndaj thashëthemeve për një shtatzënie të mundshme. Pas komenteve në rrjet për ndryshime në trupin e saj, Armina i dha fund spekulimeve, nuk jam shtatzën. Mënyra se si komentohet në portale është e tmerrshme. Nëse do më ndodhte, nuk do ta thosha. Por pas këtyre reagimeve, kam thënë, vërtet, a duhet ta them? Ky rrëfim prekës i Arminës ka prekur shumë ndjekës dhe është kthyer në një mesazh frymëzues për vajzat që përballen me sfida të ngjashme. Mos harroni të abonoheni për më shumë lajme nga showbizi shqiptar.